Mëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në Vila 24 në transmetimin ton të drejt për drejt në këtë ditë të martë të datës 17 shkurt, një ditë e rëndësishme sot. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu tek Ndijoni Gatimit për parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Përpara se ta themi, unë thash që është një datë e rëndësishme, kështu që të urojmë pak të gjithë shqiptarët e Kosovës gëzuar ditën e pavarësisë, një ditë që duhet patjetër uruar për të gjithë ju në mbar vendin, gëzuar nga Vila 24. Gëzuar të gjithëve. Hajde, nisi me një herë sepse ne në kuzhinë kohën e kemi shumë të rëndësishme, ndaj le të japim Sot kërkova unë të fluturoja shpejt, të filloja të bëja recetat, po ndjes. Atëre, të dashur Anvisa, neve çfarë do të përgatisim sot? Do të bëjmë një pasticcio fshati them unë, por do ta situash modifikoj pak më ndryshe, do ta sill pak si më ndryshe, që do të thotë, përveç se makaronave, mix djathrash, kam thënë që varet se çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpi, kos, djathë, gjizë, pak të situash djathë kaçavall ose nëse s'keni nuk ka problem, por unë do shtoj këtu brenda edhe një pancet. Pancet, do me thënë cafeta pancet, të cila do t'i pjek në tigan, dhe do t'filloj me këto që t'i vendosim për t'i pjekur. Hati një paketim të ri të tonës, është fantastike. Panceta e tonës ne kemi përdorur dhe herë të tjera, të gjitha pjesën më të madhe të tyre i kemi testuar, shijuar dhe treguar edhe ju për këtu, dhe është propozimi më i mirë që kemi nga Vila 24 tek nën produktet e mishit. Do ta shikoni edhe vetë se sa shumë shije do t'i jap nëse do ta përdorni këtë recetë dhe do ta nisni pikërisht me pancetën. Atëre, do ta ndajmë. Po, do ta ndajmë dhe do ta ndajmë në fetza, sepse unë do t'i jap një pjekje dhe kaq që është mjaftueshëm faktikisht. Okej, të ndihmoj unë? Po, i ndajmë punët bashkë. Sepse do t'i vendos në një tigan që nuk ngjit, do t'i hedh, e kemi të ngrohur tiganin më përpara. Me një herë që fillon puna. Ashtu, edhe i lëm sa të na situash piqe nga një ranë, thekërohen nga një ranë, thekërohen dhe nga ana tjetër, sepse ndërkohë ato lëshojnë dhe një aromë shumë të mirë. Nëse keni në një specë të kuq, gogozhare është mirë për t'i hedhur brenda, qumësht, makaronat të cilat faktikisht unë i kam dhënë situash 3-4 minuta jo më tepër dhe i kam kulluar dhe i kam gati këtu. Në tabela aty, Anila, unë s'kisha vendosur vezët, po nuk bëhet pasticcio pa vezë. Po ku të shkojmë ne pa vezë? Ku të shkojmë? Tamam ku ka pasticcio pa vezë. Kështu që të dashur Anvisa, juve do t'i shikoni dhe do të vendos, do me thënë, edhe vezët, sepse dhe unë do t'i vendos edhe vezët. Në shumë gatime, vezët bëjnë diferencën, që tek ajo ngjyra e bukur që pasticcio do të marrë, lidhja që do të krijojë, pa diskutim shija më pas, dhe vlerat ushqyese. Ndaj ne zgjedhim vezën No Vital, vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilës si ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate. Veza O Vital kur thyet qëndron kompakte dhe e plot, gjë që ne kemi treguar në studio sa herë që përgatisim receta me vezë. E verdha e vezës është viskoze e rrumbullakët dhe ngjyrë portokalle e thellë. Të kuqet, të bardha, 8 kokra, 10 kokra, 15 kokra, O Vital, cilësi në 4 stin. Atëre, Anila, do të marrë kohë, sepse do ta filloj dhe do ta përfundoj këtë recetë, meqense edhe tiganin e kam pasur të nxehtë, e shikoni se sa mirë u thekëruan këto pancetat, na lëshuan ata aromën e mirë dhe i kemi gati tani që këtu te pancetat unë do shtoj edhe piper të kuq. Në këtë moment që shtojmë edhe piperin, i jep aromë edhe një shije tjetër plotësuese, kështu që i nxjerrim tani edhe i kemi gati, t'i presim dhe t'i hedhim tek te makaronat që ne i kemi zjerë. Cilat makarona kemi zjerë ne sot? Pasta Ola është emri pa diskutueshëm që kemi në gatimet tona. Varianti që kemi zgjedhur sot është ky paketimi këtu. Njëra më e mirë se tjetra janë, dallohen, shikoni. Janë të shkrifta, shkëlqejnë, kanë këtë ngjyrën fantastike, nuk ngjisin kurrë me njëra tjetrën, zihen në pak minuta. Edhim edhe këto, Anila. Shiko se sa të mirë bën. Edhe këtu te këto, nëse doni juve, mundet të shtoni edhe këto specat. Nëse doni të shtoni këtë yndyrën e pancetës brenda. Ajo ka shumë shije. Prandaj sepse hodhëm edhe këtë piperin, do me thënë e kuq, edhe u plotësua shija. Kështu që e hedhim edhe këtë. Pra është një pasticcio ndryshe. Jemi në rregull deri tani. Aromën e ka, edhe kështu makarona me pancete me speca. I plotësojmë me këto, me djathë, me pak gjizë, me kështu gjëra. Kështu i hedhim këtu brenda. Tani do t'i trazojmë mirë. Dale të zëndimoj. Mund të tashu, Anila.
Ti hedhim aty brenda dhe këtë ar moskati që kam këtu. Ja hedhim. Se lezish me shkeluga këtu? Edhe kryen shumë funksione. Po, ndihmon më shumë ajo, Anila. Edhe që të trazojnë edhe një qik, do të shtojmë pak qumësht. Gjysmën e hedhim këtu brenda. Edhe gjysmën tani do të bëjmë këtë, si thua që do të hidhet lartë. Pra hedhim kosin. Tani që do bëjmë tjetër në sot? Ne të mbarojmë këtë të vendosim në furë që t'i lëmë të na presin ambisat. Po kështu thua ti, do t'a mbajmë sekret dhe do t'a tregojmë pak më vonë recetën e dytë edhe në 10 sekonda e ke thënë. Ashtu. Po nuk e do t'a themi sot. Do të hedhim edhe vezët. I heqim këto se s'na duen më. Sa vezë do përdorim? Po të hedhim një 4 kokra këtu. Se është e vogël, si tavë. Kështu që është i mjafton. Mjafton, po. Tani unë po i përzi se po përpishem të shkri kremin e djathit, nuk besoj se po bëjnë që s'duhet. Jo. Edhe shkrin brenda, po që në rregull. Mirë, okej. Ja, thjesht e ndaba në qik që të shkojë gjithë masa 4. në për të gjithë makaronat, kështu. Marrë një pirun tjetër. Ska gjë. Ja vezët. Një majeskrip gjithmonë, e kam aty, Anila. Të rahja e vezëve, po. Edhe nëse dua mund të shtojmë akoma edhe piper të zi. I shtojmë pak. Po, hidhi, Anila, këtu të kjo me që ashtu. Ka që besë mjafton, se si kemi thënë ara moskati, do piperin e zi? Kështu, apo? E kemi thënë në këtë? është për tjetër gjë, por s'ka gjë, edhe kombinojnë. Për shumë, piperin e hedhim të turmeriku. A, të turmeriku, po ara moskatit që do? Ara moskatit mirë, hidhet, nuk është se ka problem, ka bulmetrat, atë që the. Oke. E përzijem. Tani, këtë neve do të mbajmë, se do të hedhim lartë. Tani, nëse doni, mund t'i shtoni pak miell misri të kjo kremi. E bërë si një beshamel, kosi, ose një seshte. Mielin e misrit të verdh, mielin Ola nga kompania Atlas. Dhe këtë e bëjmë që mos të na digjen makaronat sipër. E mbron? Po. Tani tavën e kemi të madhe ne, apo? Po tani, do dalim më e shesht, nëse tava është Jo, e kam halë se mos është e vogël, prandaj pa. Jo, ta mama është. Edhe pak vajt, lutem, Anila, t'i hedhim këtu në tavës. Se jap me gjithë këtë. Po, falenderit. Edhe mbaj mafër. Ja, i hedhim pak vaj. Ashtu. Këtë që të na shikohet. Shumë e thjeshtë, thjeshtë të kemi përbërësit, gatimi më i shpejt, po më i shishëm. Prita të në të mbaj, më së mbaj me një dorë. Falimderit. Shumë në të këtasi. Falimderit. Ja, sa minuta u deshën, më pak se 10 minuta. Sepse dhe makaronat, këti nuk dzien 100%, apo një vali kalohet, po themi. 3-4 minuta është mjaftueshëm, sepse ato përfundojnë në furë. E kemi të ndezur më përpara, edhe hedhim edhe këtë kremin e pregatitur. Shumë mirë. Nga vezët e këto, ajo do të rrisë volumin, edhe do bëhet që të them. Edhe mielli i misrit e ndihmon. Tani hedhim dhe këto copca djathi. Po ku mos bëhet e mirë ajo gati? E të prua më duket, E bërë shik me kosto. E bëra me kosto, me thënë të drejtën, por kjo kosto është që ta bëjmë për të shtun të djelë, sepse këto janë gjëra që gatuen. Nuk është se janë në sasi, thjesht janë duken shumë si produkte, po të mendosh të sfje pancet, edhe disa copës dhe djathit të grira në rende, makaronat pastaj as gjysmë pako nuk kemi përdorur. E kemi gati për të vendosur në furë, në një furë të nxehtë më përpara në temperaturën 180-200 gradë, do ta lëni
minuta do ta shikojmë. Shojmë recetat në ekran. Japim kohë secilës prej tyre, sepse është momenti që të nisim një tjetër gatim në këtë pjesë të parë, ndërkohë që sapo kemi përfunduar pasticcio fshati me 500 gram makarona pasta olla, 50 gram gjalp, 1 litër qumësh, 200 gram kos, 300 gram mix djathrash, 150 gram pancet ose prosciutto nga tona, arë moskat, piperi zi, 1 lugë çaj piperi kuj speci, 1 speci kuq dhe ajo që mungon në recet janë vezët, pra 4 kokra vezë nga vezët Ovital. Kalojmë tek receta tjetër që do të cillim sot, besoj është koha për ta zbuluar atë që Kati donte ta mbante surprizë, pra do t'i zbuloj pak e nga pak edhe në varësi të kohës që kemi për të gatuar, do të cillim sot gjithashtu vezë poshe me kos ose krem djathi. 250 gram kos i kulluar ose krem djathi. 1 thelpi hudhër, 1 tuf kopër, lëngu i gjysmë limoni, 4 kokra vezë, 1 lugë stupe uthull, krip, ndërsa për salsën do të na duhet 2 lugë stupe gjalp, 2-3 lugë stupe vaj, 1 lugë çaj piperi kuq, 1 lugë çaj fara speci, djegës është me dëshirë gjithmonë, sa herë që kemi erza që janë pikante. Dhe do të kemi gjithashtu sot edhe një ëmbëlsirë që është një kek me portokall. Na duhen 250 gram miell farinap, mielli për kek, pra për ëmbëlsira nga Ola, 3 vezë, 150 gram gjalp, 1 filxhan çaj sheqer, 150 ml lëng portokalli, 1 lugë çaj baking powder ose pluhur pjekës, lëkura e grire 2 portokajve, 1 lugë kafe kanell, 1 maj krip, ndërsa për servirjen do të na duhet sheqer pluhur dhe pak lëng portokalli. Shumë e shishëm më duket, ndërkohë që Kati, ky keku me portokall ka qenë keku viral i ditëve të fundit. Ajo receta është, po? Ti desi është në mënyrën tënde. Me thënë drejtën se si është, por unë basi në mënyrën tënde. Cheesecake-ut me kos, na shpërtheu keku me portokall, që në do ta shohim sot. Sepse ç'është e vërteta është koha e portokallëve tani. Do të ndaj dhe këto recetat. Po, është momenti më i mirë për të përgatitur këto gjëra. Tani, me këtë do e nisim, me këtë vazhdojmë. Do bëj ato vezët poshe, Anila. Do bëjmë vezët, shumë mirë. Mund t'i ham për mëngjes to vezët kështu? Ja tani, do t'i shikojnë. Okej. Se vezët e dim që janë, le të themi, receta ideale për të nisur ditën. Atëherë, si do t'i përgatisim neve këto? Kjo nuk është një recetë që mund, do me thënë, të jetë. Kati mos ta pengon ajo letra aty dalë lëvizje. Ta heqim fare po. Me të drejtë. Mund ta vendosim këtu në këtë cep. E gjithatë. Çfarë po thoje për recetën? Jo, them, është një recetë që mund të konsumohet akoma edhe për vaktin e mbasdites, edhe për vaktin e drekës, sepse është një recetë e plotë, që mund ta përgatisim me kos të kulluar ose edhe me djathë të shkrirë. Me thënë, prandaj dhe bëhet akoma dhe më e plotë, se ka gjalpin, djathin, vajin, kemi lëng limoni, kemi hudhra, piper të, siç e tham, piper të kuq dhe piper fara speci, do me thënë djegës, që dhe kjo është si pas dëshirës, po sigurisht që kur e hedhë, nuk është se merë atë shien e mirë pikante, por nuk është se të përvëllon. Kështu që e kemi të nevojshme, do me thënë, për ta përgatitur her pas here. Në tigan, fillimisht këtu do të hedhim gjalp, do të hedhim dhe vaj, dhe do të hedhim farat e speci djegës edhe të piperit të kuq të ëmbël të specit. Dhe në një, këtu, le të filloj me kosin sa të më bëhen këto lëngjet gati, që do të thotë, këtu do të hedhë tek kosi, do të shtoj kopër. Okej, të gririmët të shumimët me shposhop. Do të shtojmë edhe thelpin të hudrës, cilët edhe këto të grira imët. Unë do të hedhë një në fakt, se është mjaftueshëm për masën e kosit. Se janë të më dha në fakt hudrat. Po, dhe masa e kosit që kam është tamam e mjaftueshme për një thelpi hudrë. Do t'i hedhim pak lëng limoni, edhe me thënë të drejtën, mua më pëlqen dhe kjo cipa e limonit. Kombinon edhe i jep shija. Atje ku shtoni lëng limoni, gjithmonë përdoreni dhe cipën e limonit. Se vërtet e aromatizon, edhe që është e vërteta, studimet e fundit që thonë që ka dhe ajo vlerat e veta ushqimore. Po, e vërtet? Neve dëgjojmë gjëra, u atë transmetojmë dhe juve. Hedhim edhe pak lëng limoni. Është e mjaftueshme, mos ta teprojmë për masën që unë kam. Ja, kjo është ajo masa, do me thënë, cipa, hudhra edhe
pjesa edhe pa krip. Po dhe në qik piper. Po, pa tjetër. Ku shkon kripa, shkon piperi. Ato trutem një letër, pastoria pak du. Ku shkon kripa, Anila, shkon piperi. Këto janë qift. Janë si letë të dyja. Po, krip piper, temine, krip piper. Ta mama ashtu fix. Edhe sa të totale për momentin, ose Anil trute ma bëj. Tani, këtu do të bëjmë vezët poshe, që të bëjmë vezët poshe, në ratë të parë do të hedhim uthull, do t'i hedhim krip, dhe pse hedhim uthullën. Uthulla në ndihmon që me njëherë sa hedhim vezën brënda, ta forcoj dhe ta mbledhi, mos ta hapi, mos ta he për hap. Ndërkohë që do të marim këto vezët tu, që do të thotë. Përveç se kësaj, unë vezët, është mirë t'i kalojmë, do me thënë, në një ka këto rjetat, kulesët, sepse veza në brëndësit të saj ka dhe përmban dhe pak ujë. Nëna duhet vetëm ajo kompaktja farë që të mblidhet me njëherë nga ujë ngrot. Në momentin, dhe ma dje donë të bënte një këshu, po nese neve i ka dash ndoshta pak më i nxehtë ujë? Jo, nuk është ujë më i nxehtë, bëjmë një lëvizje me një luk. Në momenti që hedhim vezën, që të kaloj, të mblidhet vetë ajo. Që të mblidhet, po. Bëjmë këtë lëvizje në këshu edhe e hedhim brënda. Me gjitha të, s'ka problem. Një folet të vogël aty në ujë. Do hedhim 4 neve. Bëj. Edhe si pas hedhjes, ashtu dhe do t'i nxjerrim. Kemi thënë vezë duhet të konsumojmë çdo ditë. Kështu që 2 unë 2 ti sot. Në rregull, Anil. Ndam. Edhe ashtu. Hedhim dhe këtë këtu. Okej, bukuri. E largoj. Të duhet mos sita? Jo, faleminderit Anil. Do t'i lëmë që të na mblidhe, ta krijojnë atë faleminderit. Nuk do t'i lëmë që të na bëjnë shumë, prandaj themi vezë poshe që nuk duan atë kohën e zgjatjes. Lug? S'ka gjë. Anila e kam të pastër. Po talë një të pastër këtu për vazhdimin. Tani hedhim këtu gjalpin. Këto u bën. U bën vezët? Po. Do t'i nxjerrim atje. Dhe kjo është mënyra më e shëndetshme për të bërë vezët. Pra nëse duam të shmangim yndyrna dhe skuqen e tyre. Edhe vajin të lutem Anil. Në ujë të nxehtë me pak uthull dhe krip është mënyra më e shëndetshme. Pra është si veza e zier, po themi, kemi shmangur yndyrnat edhe nxehtësinë e tiganit. Edhe do të hedhim edhe këtë. I hedhim që në fillim, Dashka goxha piper. Piperi kuqe dhe piper kasaj. Pastaj, kjo është salca që përgatitet, se këtu neve 4 vezë bërëm, por ndërkohë që këtë salcën mund të përdorim edhe për më tepër. E përgatisim dhe e kemi. Kjo është një salcë që shoqërojnë vezët. E lëm do me thënë ca të shkri, edhe të aromatizojt piperi. Edhe bukë të thekur, edhe shtëhani. Shumë e shishme, shumë e mirë. Ma dje në këto kohët e ftohta të dimrit, është goxha e mirë, do me thënë, për ta konsumuar. Është gati. E fikim këtë tani. Dhe e kemi gati. Fillimisht lutem Anila të salcën, faleminderit. Të lutem. Sepse do ta shërbejmë direkt. Hedhim në qendër salcën. Urdhë. Do të nxjerrim vezët, që është mirë fillimisht të nxjerrim në një enë dhe pastaj lugën. E shiko, plani bë gjithmonë një lugati aty. Ja, i hedhim këtu, i kullojmë fillimisht, edhe e hedhim aty. Mundohemi t'i zjem sa më pak. Ta vëm edhe tjetrën. Ta vendoj diku këtu. Ide, thjesht, këndshëm, shishëm, aromën e ka shumë të mirë këtu.
Se dhe ky gjalpi shkrirë i ka dhënë atë lezetin e vetë aromës në Tani, kuzhinë. është momenti. Ja, thash që këtë gjalpin dhe vajin nuk është se kemi për këto 4. Se do bëjmë, madje jashtë e përdorin shumë këtë anila, edhe, do më thënë, i konsumojnë shumë vezët, edhe nuk është se mëngjesin e tyre i konsiderojnë me 1 apo me 2 vezë, e kanë me 4 vezë e lartë. Atë doja të thoja, që vërtet ne përgjithsisht të recetat që duan gatim i sugjerojmë për mbrëmje, se edhe nuk është e rëndë. E kemi pak më të lehtë, po ndërkohë ka vende që mëngjesin e nisin të bollshëm, edhe varet sipas klimës në fakt, zonat të ftohta, është mirë, do me thënë që është. Ne kemi... Ja, kështu nuk ka nevojë, do me thënë, të shtojmë asë një gjë. E lëm këtu, a e sillim diku Jo, shumë mirë është aty, e lëm aty për momentin. Kjo ishte, do me thënë, e afrojmë kur të kemi që më zëmë vëndi se do gatuajmë këtej. Ju siguroj që është shumë e shishme, e lëm dhe tiganin këtu se nuk ka shumë e shishme, me vlera ushqimore, e pasur, për thash për kaluar një vakë, do me thënë, edhe sepse në zonat të ftohta e përdorin nga ora 9 mëngjezi, kështu që, dhe duhet të themi dhe këtë që mëngjezi fillon kur na hahet. Kur na zgjohet stomaku. Ashtu. Se jo të gjithë jemi një saj. Nuk është më ajo gjë që fillojmë, do me thënë, të ham, se është mëngjes. Sa hapim syt, po. Jo, s'ka ndryshuar ato gjëra. Do ham kur na hahet, do pim kur na pi, do flëm kur na vjen gjumi për të fjetur. Se shtrymën krevat, nëse nuk të vjen gjumi, nuk mund e thresh. Kështu që ka ndryshuar të gjitha gjërat. Do vemi sipas kohës. Si jemi me kohën neve, okej, kemi kohë sa të shohim edhe një recetat në ekran, një rikthejmë të treja, njëra pas tjetrës, 2 gati i kemi përfunduar, pasi që na kemi në furn vezët i përfundua me një krem djathi shumë të shishëm edhe një mënyrë interesante për t'i sjell. I shohim tani në ekran për ju që s'na keni ndjekur nga fillimi. Pasti qofshati, 500 gram makarona, 50 gram gjalp, 1 litër qumësh, 200 gram kos, 300 gram mix djathrash, 150 gram pancetta ose prosciutto, ar moskat, piper i zi, 1 lugë çaji piper i kuj speci dhe 1 speci kuq. Sa po përfunduam vezë, po she me kos ose krem djathi, 250 gram kos i kulluar ose krem djathi, 1 thelp i hudhër, 1 tuf kopër, lëngu i gjysmë kokre limoni, gjithashtu edhe 1 pjesë e cipës së tij, 4 kokra vezë, 1 lugë supe uthull, që shërbeu para përzierjen e vezëve, krip, ndërsa salca është bërë me 2 lugë supe gjalp, 2-3 lugë supe vaj, 1 lugë çaj piper i kuq, 1 lugë çaj fara speci djegës. Edhe ajo që do të bëjmë kur të kthehemi në studio është kek me portokall, kështu që këto janë përbërësit, nëse i keni në shtëpi, gatuajmë së bashku pas pak minutash, 250 gram miell farinap, 3 vezë, 150 gram gjalp, 1 filxhan çaj sheqer, 150 ml lëng portokalli, 1 lugë çaj baking powder, lëkura e grirë 2 portokajve, 1 lugë kafe kanell, 1 maj krip, ndërsa për servirje, sheqer pluhur, pak lëng portokalli. I keni ju këto në shtëpi, bëjni gati, pas pak në studio ne do bëjmë kek. Po, ju presim. Jemi rikthyer në studio, është momenti për të ëmbëltuar tani. Po. Dhe të dashura Anvisa, neve thamë do të përgatisim kek me portokalle. Një kek neve kemi bërgati sepse duhet të jetë i ftohtë për të treguar atë mënyrë se si do të përgatisim salsën që do ta bëjmë me portokalle, madje un kam dhe portokalle të kuqe, me ngjyrë të kuqe nga brenda. Portokalle me sheg. Ashtu. Edhe do të kemi dhe sheqer pudër, do të tregojmë domethënë në momentin e fundit se si. Ndërkohë këtu shikoni që kam bërë domethënë portokalle, një mesatare, kam prerë në kubik të vegjël me gjithë pjesën e lëkurës edhe të tulit. Këtu kam edhe pjesën e lëkurës domethënë të portokallit dhe e kemi gati tani për të treguar dhe mënyrën se si do të përgatisim këtë kekun me portokalle që thash. Fillimisht çfarë do të bëjmë? Do të hedhim neve sheqerin, po do të mbaj pak sheqer sepse dua të shtoj pak sheqer këtu te këto pjesa e këtyre, se këto do i pudros edhe me sheqer, edhe me miell. Shoh që temperaturën e pastërës e ke ulur, që do të thosh gati ajo. Thjesht do vi momenti për ta treguar. Faleminderit Anila që ishe kujdesur, po. Të lutem tani. Ajo është gjë e mirë. Tani këtu do të hedhim edhe gjalpin, më fal, që e kam shkrirë më përpara. Që të na ndihmoj, domethënë që ta bëjmë me rafse dore dhe jo me rafse elektrike. Por shkrirë ama, jo tretur, jo djegur, thjesht në temperaturë. Ashtu. E trazojmë që të na shkrihet sheqeri
Dhe pastaj më mbrapa do shtojmë vezët një nga një. Ku I kemi vezët neve? Këto? Kemi atje. Po, mund të fillojmë Sa do me kokra thënë. na dua? Po, boshe kemi, ku e kemi të Këllem pak, dhe jemi fillu në frigorifer për të ruajtur. Marim një pak ande. Marim një pak, o, Vital. Marim. Ku I keme? Merë një atje, këdo që të marrësh, të bardha të kuqes, çfarë do që të janë Anila. Ne e kemi plot frigoriferin jam. Sa kokra të duhen nga në total? 3 na duhet, për masën që unë kam, 3. Po mbush, lere, hajde, s'ka gjë, mjaftueshëm. Në rregull jemi. Frigorifer prap, që t'i ruajmë. Në rregull. Të freskëta. Shiko, duhet të themi anvisave, o në ambient të ftohtë në shtëpi, o në frigorifer vezët. Do me thënë, se nëse kemi do me thënë ambient të ftohtë në shtëpi, lëm jashtë nuk ka nevojë për frigorifer. Duhet ta dim këtë. Po, shtëpi tona përgjithsisht janë të meqense neve kemi shumë të nxehta këtu dhe e dini, juve studiot janë të nxehta dhe për efekt do me thënë dhe të dritave dhe të këto dhe prandaj dhe kujdesim në frigorifer. Jo se duhen me dojë mos vendosin frigorifer. Shiko si na u bë tani kjo gjalpi neve, u tret sheqeri, na u bë si krem. Si krem, po. Edhe me dorë, sa neve diskutuam këto fjalë, u bë gati. Kjo më duhet mua që do të bëj kremin. Këtu të lutem Anila, ma çaj dhe ma hedh një nga një vezën këtu brenda, që të fillojmë dhe të shtojmë ato pjesët e tjera. Të plotë, po siç është. Thjesht për ta provuar, do të thënë për t'i parë se jo se ja shiko se sa na u bë edhe kremi shumë I mirë, sheqeri me gjalpin. Ti hedh? Po. Hidhe. E trazojmë këtë, sa të trazoj unë këtë, bën gati edhe tjetrën. Edhe në këtë mënyrë nuk pritet edhe gjalpi. Më ra një lëvozhk. S'ka gjë. Hoqa. Të lodh pak dorën kjo, nga ajo elektrike, por s'ka problem, është një kek që pregatitet edhe kështu. Ja. Ka nevojë që të rrisë shumë volumin, është mjaftueshëm, do me thënë këto. Pastaj kur hidhet mielli, nuk ka nevojë, do me thënë që të përzihet shumë. Mielli, Anila, të lutem. Kemi zgjedhur mielin me aromë portokalli. Një maj krip hedhun këtu. Pikërisht për t'ja përshtatur edhe recetës, edhe për t'a bërë atë shijen më të ndjeshme. Është mielli farin up. Tani, këtu kam një luk të kafes kanel. Nëse doni hidhjani, po I shkon shumë. Ja hedhe kanelën, tani nuk ka rëndësi radha, këtu kam baking powder, që mund ta përziheni, edhe pse ka mielli up, të me thënë, ka baking powder, dhe me thënë, është miell që frihet vetë, rrit volumin vetë. Mirë po, neve nga që do hedhim të copzat e portokallit, ato ka nevojë ka rëndes. Po, që t'i japin pak që t'i japin mundësinë që të ngrihet, do me thënë të rrit vëllimin. E qartë. Prandaj bëhet kjo gjë. Hedhim fillimisht këtu që të pudrosim portokallet. Gjithmonë e kryejmë këtë veprim të pudrosjes të frutave, ku kemi fruta, do me thënë të freskëta, po ashtu siç e thua. Frutave të thata, kjo e ndihmon, pra Kati na ka thënë që frutat mos na bien në fund të kekut, po të kemi të shpërndara mirë në të gjithë brumin. Hedhim një pjesë, do me thënë fillimisht. Tani do të shtoj këtu dhe lëngun e portokallit. Dhe kemi 5 minuta kohë. E mbaruam, se tani ne gati kemi, thjesht e trazojmë. Hedhim edhe këto portokallet brenda. Është dhe një tjetër kështu mënyrë që nëse duam për shembull një pjesë të portokalleve, në pjesën e fundit, dhe kur do ta kthejmë, dhe ashtu do ta bëj, do hedh gjysmat në fund dhe gjysmat do t'i hedh brenda. Okej. Shumë mirë. Kanë edhe sheqerin e dur, do me thënë që kemi hedhur në fillim fare, gjë që e ndihmon. Ashtu. Tani hedhim cipën edhe portokallet e tjera këtu brenda. Do I shtojmë dhe pak miell, sepse nuk e kam të 250 gram më duhet nga mielli që do të përdor. Pra duhet jetë pak më I trashë se sa kaq. Po, do të shikojmë tani. Ndërkohë, Kati është kujdesur si gjithmonë që një kek ta bëj gati. Po patjetër, sepse duhet të tregojmë edhe salcën tani neve se si bëhet. Do I shtoj dhe pakës miell. Fiks 250 për masat që neve thamë.
Po, si që pam në recetë, pra ju do respektoni gramaturat e ingredientve si pas të recetës. Se ka që kishim dhe formën e kupton, nuk është se... Po, ne këto e kemi ke këtë dytë, ja ku e kemi në ekran, pra nis pikërisht me mielin, 250 gram miel, e më pas me 3 kokra vezë, 150 gram gjalp, një fixhan çaj sheqer, 150 ml lëng portokalli, 1 lugë çaj baking powder, lëkura e grirë 2 portokajve, 1 lugë kafe kanell, 1 maj krip, ndërsa për servirje sheqer pluhur dhe pak lëng portokalli. Këto do të bëjmë tani, pra ato që kanë të quajnë salcën e portokallit, që do të mbuloj kekun pasi të jetë pjekur dhe pasi të jetë ftohur. Po, është shumë e rëndësishme pjekja dhe ftohur. Daj ne kekun që kemi në tavolinë, e kemi kryer në të njëjtën mënyrë, përgatitjen me të njëjtët përbërës që ju pat. Ky është rezultati. Do bëjmë edhe salcën në fund që do t'ja shtojmë nga sipër, apo kremin apo atë prekjen e fundit të ëmbëlsirës, dhe është një kek që shijon shumë aromë dhe shije portokalli. Fura e ndezur në temperaturë 170 gradë do ta lëni 40-45 minuta dhe do ta keni gati. Para 40 minutave nuk duhet ta hapni me asgjë kekun, domethënë. Nuk e hapim furrën, se na bie volumi. Nuk të duhem, ajo është tavë vogël. Po, faleminderit. Mirë. Ashtu. Tani bëjmë edhe atë salcën neve që tha. 2 minuta e bëjmë. Po, s'ka asnjë gjë, ta presim këtë me thik. Okej. Se Ndërkohë, më duhet kjo për shumë. Gjerim edhe pasticën Amila. po, ndërkohë që ti merresh me sa të mirë të pas kanë qelluar se ndonjëherë shëllojnë kaq të kuq këta. Varet kush Një i blen. jeti, një jo. Çështje dore. Ashtu tani shiko. Po thoja që të nxjerr pastiçën unë ndërkohë. Po. Fitem ato sekondat që kemi, ti shohim të dyja. Ja të lërem çik vend këtu. Ashtu, e trazojmë një. Më duhet një lugë, Anila. S'kemi aty? I bëm të gjitha enat, ja, se kemi një këtu. Ja. Sekonda se Po, s'ka gjë. E përzjemi këtë pirun, sa një urdhëra? Faleminderit. Më fal, të vrave? Jo, asnjë gjë. Po nxitojmë tani, ë. Opa! E diçka Anil vendose këtu? Pastiço me pancet, me krem djathi, me gjalp, me pastaola, me vezë. Shikoni pak sa e mirë është bërë. Me kos. Harrova gjë? Video t'i gjeni pak minuta më vonë në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, News 24 edhe Villa 24, ose duke vizituar faqen Balkan Web. Kështu që dhe ne nëse harrojmë të një gjë t'ja u rikujtojmë gjatë kohës që gatuajmë, në ekran keni pikërisht faqet që unë përmenda. Laknorin keni aty të fundit. Edhe sot do të keni pastiçon, kekun, edhe vezët me krem djathi. Edhin edhe pak që të na bëhet pak. Sta ngjyrë të bukur i dha. Po ja kjo është që edhe thonë pastaj Si bëjnë. si bëjnë. Asnjë portokall me gjë. sheh. Edhe hidhi lëngun e portokallit në mënyrë graduale, me qëllim që mos të vej, domethënë më tepër. Sheshe. Sa bukur. Të hedhim dhe pak lëng Anila që të na vizë, domethënë në për to. S'ka maj. Ka. Ka. Është mjaftueshëm se pastaj Pastaj lëngëzohet bëhet shumë e shumë. lëngshme, okej. Edhe nuk Ora 10 fiks. jam 10. Ta zbukurojmë edhe ëmbëlsirën tonë për sot. Edhe ja, shikoni, ju kemi hapur Orexin nga ekrani. Ta shoh është të kekun kështu. Ja. Nga tua jeni sot në shtëpi, sepse bëhet Po, shumë thjesht. edhe unë se e lë kaq larg xhanëm. Po ja që ta shohin nga ekrani. Të gatuash në kushte të vështira. Në distancë. Ajo hapet vetë tani sipas. Sa bukur duke. Ja na mori një foto të Mirani, të paktën. E morja? Në le ta provojmë një çik këtë kremin. Mos ja i të gjithën. Është shumë i shishëm Anila. Është i shishëm. Ai krau andi që duket nga kamera është në rregull. Mirë, shiko, po deshet mirë. Janë shumë i shishëm faktikisht. Mirë, këtë më lë mua, do shkoj në reklama tani të haj. Mirë, portokalle do të haun. Nuk e di domethënë për pjesën e ja ta vendosim dhe këtë në qendër, pasi Një sy të fundit para se të ndahemi nga kuzhina. Ti hedhim pak nga kjo salca, edhe pak sfare si Kemi kohë Kati, shtoça të duash, po ti themi një herë mirupafshim atyre që po na ndjekin nga kuzhina.
Këtë mos hezitoni ta bëni me vezë, sepse vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Edhe keku, edhe vezët dhe pasticcio fshati, por neve e moderuam pak. Janë të 3 receta shumë të mira, shumë të shishem, ndoshta pasticcion e kemi sjellë herë tjetër, por sot e somë në mënyrë tjetër. Formë tjetër, po. Ju rikujtojmë faktikisht që t'ju japim zgjidhje se çfarë do të bëni juve sot në shtëpi. Bëni një nga këto dhe vërtet do të ngeleni shumë të kënaqur. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim dhe me Nilën këtu. Me Nilën në vazhdim, me Kati nesër në orën 9 të lumshin duart. Faleminderit, Kati, kënaqësia ime. Publicitet, faleminderit.